Përshëndetje. Sot Shqipëria, edhe pse një vend antar i NATO-s, është marrë peng nga mafia, ku çdo zyrë e shtetit funksionon në urdhrat e krimit dhe ku siguria kombëtare ndodhet në duart e Ergys Sagasit dhe karteleve të drogës. Ky bashkim i pushtetit politik me krimin ka krijuar një mekanizëm ku paratë e paligjshme financojnë vjedhjen e zgjedhjeve dhe ku bandat pengojnë rotacionin politik, sepse pushteti u garanton paprekshmërinë, duke e futur vendin në një spirale shkatërrimi, varfërie, vjedhjeje, kriminaliteti në rritje dhe shpopullimi masiv. Në këto kushte, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmarrë një veprim të paprecedent dhe të sinjalizuar për të goditur këtë sistem të kriminalizuar që ka kapur përfyti shtetin dhe drejtësinë. Partnerët strategjik i kanë treguar rrugën prokurorisë të posaçme, duke i vënë në dukje pikat nevralgjike ku duhet të përqendrohen hetimet, duke ndjekur parimin universal, ndiq paran. Në shënjestrën e drejtësisë, sipas udhëzimeve, duhet të jenë investitorët strategjik, kontratat e bujshme të inceneratorëve, abuzimet me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, si dhe kullat e larta që po ngrihen në Tiranë. Mesazhi për SPAK është i prerë. Ose do të godas kokat e këtij sistemi, ose prokurorët do të përfundojnë vetë në bankën e të akuzuarve bashkë me ta. Afati kohor i vendosur është i shkurtër dhe presioni është i madh. Miratimi nga Kongresi Amerikan i aktit të demokracisë dhe prosperitetit të Ballkanit Perëndimor, si dhe afati 90 ditor që përfundon në mars të vitit 2026, shënojnë një ndryshim rrënjësor të qasjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga sankcionimi i politikanëve individual, te çmontimi i plot i rrjeteve financiare, ekonomike dhe kriminale që i mbështesin ata. Këto masa pritet të synojnë mundësuesit ekonomik, figurat e biznesit, ndërmjetësit financiar dhe kompanit që kanë ushqyer korrupsionin dhe kanë shtrembëruar konkurrencën në treg. Ky proces përbën një plan veprimi të qartë për SPAK-un, kalimin nga ngrirja formale e aseteve te arrestimet të niveleve të larta, duke pastruar tregun dhe institucionet përpara zgjedhjeve të vitit 2027. Rishikimi 90 ditor i Departamentit të Shtetit synon sektorët ku fluksi i parave gri është më i lartë, infrastruktura teknologjike dhe digjitale, fokusimi te kontraktorët e akshit dhe taksa e korrupsionit në shërbimet digjitale shtetërore, pasuri të paluajtshme dhe ndërtim, shqyrtimi i zhvillimeve luksoze bregdetare dhe kullave të larta në Tiranë. Energjia dhe shërbimet, mbikëqyrja e korporatave shtetërore të energjisë, kesh dhe OST, dhe koncesioneve të energjisë të rinovueshme. Partneritetet publiko-private, auditimi i kontratave të menaxhimit të mbetjeve dhe infrastrukturës, bankat dhe financat, monitorimi bankave lokale për të siguruar që ato i ndërpresin lidhjet me mundësuesit e sankcionuar rishtazi. Turizmi strategjik, rishikimi i projekteve të cilave u është dhënë statusi strategjik përmes favorizimeve politike. Edi Rama dhe narkoqeveria nuk mund të fshihen më. Shqipëria nuk mund të ecë drejt Europës me një ekonomi të kapur, institucione të kriminalizuara dhe treg të kontrolluar nga pakica e lidhur me pushtetin. Afati 90 ditor nuk është thjesht teknik, është një paralajmërim politik dhe institucional. Ose shteti çlirohet nga rrjetet kriminale, ose ato do të shemben me pasoja të rënda për stabilitetin politik dhe ekonomik të vendit. Koha e pandëshkueshmërisë po mbaron dhe kjo është një e vërtet që askush nuk mund ta injorojë më. Shqiptarët e ndershëm dhe patriot janë çuar në këmbë dhe asgjë nuk e ndal vendosmërinë e tyre për përballjen deri në shëmbjen e këtij regjimi të kapur. Me 5 prioritetet madhore të Partisë së Lirisë për 4 milion shqiptar plus, Shqipëria do të shndërrohet në një fuqi prodhuese dhe eksportuese, ku të gjithë shqiptarët do të jetojnë në mirëqenie dhe siguri për të ndërtuar të ardhmen që meritojnë. Faleminderit.